Plas bomba. Lela dhe Leo në ndarje të heshtur, fansat në shok. Apo shkon drejt fundit një nga historitë më të dashura të Big Brother VIP Kosova 3? Lela Seferi dhe Leonard Gashi, çifti që fitoi zemrat e publikut me lidhjen e tyre të sinqertë brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, kanë ngritur dyshime serioze se marrëdhënia e tyre është në krizë. Prej ditësh, ndjekësit kanë vënë re mungesën totale të postimeve të përbashkëta, ndërsa ajo që ka ndezur edhe më shumë zërat është fshirja e të gjitha fotove së bashku nga Instagrami, një sinjal që nuk kalon pa u vënë re nga sytë e fansave. Asnjëri prej tyre nuk ka reaguar publikisht, dhe heshtja e tyre vetëm sa e bën situatën më misterioze. Edhe kur janë kontaktuar nga prive, të dy kanë zgjedhur të mos flasin, një vendim që, për publikun, flet më shumë se çdo status. Megjithatë, detaji që i ka mbajtur fansat në shpresë është fakti se Lela dhe Leo ende ndjekin njëri tjetrin në rrjetet sociale, ndërsa kënga Vuj, ku ata shfaqen bashkë në videoklip, nuk është fshirë nga YouTube. Kujtimi një dashurie që s'ka marrë fund apo thjesht pjesë e karrierës? Në rrjet po qarkullojnë gjithashtu dyshime nëse kjo është një ndarje reale apo thjesht një lojë mediatike për të krijuar zhurmë. Por siç thuhet shpesh, ku ka tym, ka edhe zjarr. A është kjo fundi i dashurisë Lela-Leo, apo vetëm një krizë kalimtare? Koha do ta tregojë.